prokurorisë për lëshimin e urdhave arresti tani po del ndaj kriminalit lufte, sepse janë për krime lufte të Millan Radio Qiqit, mirë po çështja është më shumë se a do të ketë sukses ky urdhër arrest. Kjo është tema që më shumë duhet të fokusohemi ne si jurista. Mungesa e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare, sidomos në Interpol që e ndihmon Kosovën për me arrit të persona të dyshim, e penalizon në realizimin e urdhërit arrestit. Pastaj mungesa e njojës reciproke mes Kosovës edhe Serbisë, mungesa e ndonjë marrëveshje për bashkëpunim ndërkombëtar nga lëmia penale e bën realisht të pamundur që Serbia të marrë ndonjë veprim për dorëzimin e terroristit Radojčić. Mirë po këto urdhër arresti lëshohen në urdhër arresti ndërkombëtare me shpresën që personi terroristi në fjalë mos pohaset rastisht në shtete të tjera. Pra kjo vlen edhe për shtete tjera, pra kjo nga Kosova. Urdhër arrestet janë urdhër arresti brendshëm, tjetër është pastaj është urdhër arresti ndërkombëtar, kështu që kërkon nga shtete tjera që nëse hasin këtë person e arrestojnë gjithsesi, edhe natyrisht shtetet përkase që kanë marrëveshje tani me neve, atëherë ka mundësi që edhe e ekstradojnë edhe binë deri tek organet e drejtësisë kosovare. Për shembull, nëse ai shihet në Gjermani, Gjermania mund ta ekstradojë në Kosovë. Po absolutisht po. E ndalon, fillimisht e ndalon, atje mojnë një seancë dëgjimore, shishojnë marrëveshjet edhe mundësitë, vendos gjykata për një ekstradim, edhe pastaj pas gjykimit është interesant që tani duhet me vendos sikur atje tani edhe me një pak është çështje politike, se tani vetmja pikë ku qeveria, ministria, drejtësisë e mbikëqyr profesionalisht gjykatën është kjo, të ekstradimet, sepse shumë herë mund të mendohet që gjykata të marrë vendim për ekstradimin e një personi, mirë po ky ekstradim nuk mund të mendohet pa nënshkrimin, pajtimin e ministrit ose ministrës drejtësisë. Kështu që kjo është pika ku shteti e kontrollon. A ka pasur urdhër arrest edhe pasi që ky është i akuzuari kryesor për sulmin e Banjës, zoti Recaj, a ka pasur për Banjskën një urdhër arrest nuk kam informacion zyrtar, nuk kam informacion zyrtar që ka. Mirë po mendoj që gjykata bashkë me prokurorinë janë të vështira të ato afatet ligjore dhe thirrjet e rregullta që me hyjnë në gjykim me mungesë. Urdhër arrestat sidomos me qytetarët që janë të Serbisë, natyrisht që kanë rezultuar negativ, domethënë nuk është arrit me u ka personi, sepse shteti serb asnjëherë se dorëzon dhe s'ka spritet me dorëzuar, vetëm janë mundësi që shteti i Serbisë terroristin Radojčić ta dorëzoj është presioni i hatashëm ndërkombëtar mbi Serbinë apo ndonjë interes i madh i shtetit të Serbisë që pastaj individi i saj terroristi Radojčić konsiderohet vetë se numër atëherë mund ta dorëzoj. Përndryshe Serbia nuk do ta dorëzoj asnjëherë. Juridikisht gjykata bashkë me prokurorinë ka bërë mirë si veprim, sepse është veprimi i vetëm që ka në dorë për sigurimin e prezencës tij në gjykimin për krime lufte, e provon apo mund